Proteste e mirë organizuar apo e sponsorizuar nga Europa? Si e sponsorizuar nga Europa? Është lufta nëmjet Trumpit dhe Europës. Cezari dhe ky bën betejën në Shqipëri. Pompej. Europa me Trumpin po e bën betejën në... Europa do më thënë BE, ke fjallën? Gjithë Europë, BE-ja kryesisht. Kjo është një betej e BE-s ndaj Trumpit dhe po e bëjnë në Tiranë, në Shqipëri? Po, është zgjedhë Shqipëria për të bërë shërë betej. Sepse në danet jemi pak realist. Pra ne të gjëra do t'i shohim pak me sy tjetër. Nëse do ishte protest, thash, për qytetarët, do kishte çështje ekonomike. Mos harroni se sot shqiptarët ikin, zbrazin vendin sepse nuk kanë ku punojnë apo nuk kanë të ardhura. Nëse nuk do të sjellin këta refugjatët apo emigrantët, siç i quajnë, megjithëse këta kanë qejf ta quajnë veten diasporë dhe nuk e kuptojnë akoma se çdo të thotë diasporë, përdorin kot. Por këta emigrantët nëse nuk do sillnin qofte edhe 300 euro apo 200 euro në muaj, prindëve vetë t'jeni të bindur që prindët nuk do kishin bukë me hangër. Pra kur ti bën një protestë mbar kombëtare thua, dhe nuk ke asnjë nga pika ekonomike, asnjë pikë ekonomike. Do pse nuk organizohen? Po thash pra sepse Europa kërkonte qëllimin, kërkon qëllimin e vet. Ajo kërkon të zhvilloj një betejë të cilët arriti ta realizoj. Pse them arriti ta realizoj? Arriti ta realizoj sepse në momentin që nisi protestat në Tiranë, ju e pat gjithë mediat e botës, gjithë televizionet e botës jepin protestën në Tiranë. Live. Lajmi parë. Jo lajm, po lajmi parë. Lajmi parë, po edhe live. Po live, po, edhe lajmi parë. Pra, anashkaloi zhvillimet e tjera, po. Ukraina. Anashkaloi Hormuzi që është pika nevralgjike e ekonomisë botërore dhe jepesh protesta live. Dhe ç'a ndodhi? U mbajt kjo protestë dhe u pompua shumë nga gjithë mediat. Dhe sot rezultatin e kanë arrit. Pse? Kanë arrit sepse ka fillu fushatën në Amerikë. Dhe po të shofësh... Për zgjedhjet në... Për zgjedhjet. Dhe po të shofësh të gjithë kandidatët tashmë që janë për senat apo për kongres, të gjithë plan e parë kanë vënë Trumpin. Pra kanë vënë Shqipërinë, pra Trumpi apo familja Trump do po blen toka, po bën këtë, pra sulmi ka fillu pikërisht për Shqipërinë. Më kujtohet një film që ka bëu Amerikani në atë kohë, Hollywoodi, me një, e kuptoj, i tha ku çash, kjo është Shqipëria, që do e sulmonte Shqipëria, nuk e di nëse e mban mend. Po. Edhe e shpikën kështu si ashtu e tha ama dha i veta që se merr vesh njëri. S'di se ku është domethënë. Dhe sot kjo pika globit na doli në plan të parë në gjithë botën. Atëherë Rama luajti me dy porta. Se është mjeshtë kështu për të luajtur. Shoku jot pra? Me të kisha të çu lagje po shok. Po shok të vjet, shok të rinisë kanë fjalën, jo shok tani. Fëmijëria kemi qenë. Fëmijëria. Edhe ka luajt me dy porta. Në një anë i tha, "Hajde hajde këtu, se ja ku e ke, se doli kushtin i vet dhe e pranoi. E deklaroi vetë që mu vet afrua." Nga ana tjetër i tha Europës, "Po ma e bëjmë këtu, tha s'ka problem. Fush betej këtu e bëjmë, e zhvillojmë." Ju kam thënë që Rama është portavoce e Sorosit në Ballkan edhe në Europë. Sepse është i vetmi kryeministër i cili bën deklarata pa përgjegjshme, apo deklarata që ka bërë kundër Trumpit, është i vetmi që ka bërë deklarata të hapura kundër Trumpit, kur të gjithë Europa apo këta kryeministra apo lider të vendeve të ndryshme nuk kanë guxuar kurrë ta bëjnë një gjë të tillë. Okej, do t'i rikthemi sërish asaj, po më ka bërë shumë përshtypje zoti Merkoçi, fabulisti i njohur Ferit Lamaj, besoj ju e njihni, e keni lexuar. Unë i them Ezopi ose La Fontaine shqiptar, ka bërë një fabul, e ka postuar dje, me titull Protestë, ja kushton protestës. Unë po lexoj se shkurtër, shumë e vogël. I prind turmës mu në shesh, arkivoli ngjyrë bezh. Është protesta apo kortezh, revolucion i prind turmës si gogol,
bash vetë zoti Arkivol. Njërisht fut autogol, nisi si revolucion, sosi arkivolucion. Gjarpërind, e kjo bot ndar me hile, ande i vlon gjarpëri me zile, kurse bash në këto anë, gëllojnë gjarpëri me kamban. Jo, Nadi, unë vjen keq, se do të them që bëhet në një protest festive. Në protest ku ti hapi kopësht atje, qerdhe, njerëz kalamaj që i shkruajnë që bëjnë. Merren fëmijë në protest dhe arrin pastaj në atë skenarin që sjell një arkivol në protest dhe kur para dite u përleshe me policinë dhe pas dite me 3 polica që ishin aty, nuk arritet të kalosh 5 shkallë për ta lënë atë arkivol aty gjoja në simbolik, tregon që skenaret, për ne thash, aty ka shumë rryma dhe shumë skenare. Dhe më thënë, nga fëmijët, the ti që ngjyrosnin, tani te arkivolit. Çfarë do të thonë kjo? E kuptoj të pra thash që këtu është ajo pjesa që njerëzit i lodh, i kthen në rutinë, I largon nga protesta? I largon, i bën njerëzit që mos të ndjejnë pjesë e asaj proteste. Se jo pa qëllim, kam thënë qysh ditën e parë, dhe ngull këm, akoma ngull këm, qofsha unë ditë natë i gabuar, Rama për të larguar nga kjo qeveri ka 1001 arsye. Çdo kush e kupton mjaft mirë që një pushtetar i cili rri 4 mandate, vazhdon të rri në pushtet në mandatin e 4 të tij, do të thotë se ai duam apo s'duam bëhet autokrat vetë. Të bëm vetë karrige, nuk është problemi se edhe ti sikur ti je njeriu më i ndershëm, të bëm vetë karrige të tillë. Domethënë, kur ata baballarët që amerikanët i quajnë baballarët e Amerikës ndërtuan kushtetutën, ata e kishte shumë kollaj, ta vendoste veten ta bëte edhe mbret. Megjithatë ata vendosen që mandati i presidentit të jetë vetëm 2 mandate. Pra ata që e shkruan, mund ta vete veten ai mbret. Aty edhe si thoshte gjë njëri, flasim 200 vjet para, nuk po flasim sot. 250. Po pra, flasim 200 vjet para, 2 shekuj e ca përpara. Dhe ata e vunë 2 mandate. Pra, para 250 vjetësh, ai thotë jo, 2 mandate. Mas 250 vjetësh ne themi jo, duhet të rri për jetë. A kupton tash ku jemi diferenca? Prandaj ta thash, dhe jo pa qëllim kam ngulur këmbë, pavarësisht se çdo kujt mund të duket pak edhe paradoksale edhe kjo, por vjen puna që ti në një protestë, të cilën e quan protestë popullore dhe populli në të gjithë botën ngrihet për çështje ekonomike, nuk ngrihet për çështje politike. Dhe kur ti ngrihesh dhe vendos 5 pika politike totale dhe nuk jep asnjë afat edhe për këto s'ke dhënë afat. Tani ne kemi bërë, në atë kohë ne nuk i kishim idenë, domethënë nuk ishim të përgatitur, nuk ishim të bërë, por kur kemi bërë, domethënë në të protestën dhe u qujt pastaj kalum në revolt deri në grevurie, në 91 për rrëzimin e qeverisë Nano, ne kemi shpall pika ekonomike, nuk shpallëm pika politike, megjithëse ishte ndryshim sistemi. Dhe Nano është dorëzuar pikërisht mbi bazën e pikave ekonomike. Madje unë mbaj mend në atë kohë kur më tha që po në debati që u bëm, mu tha, po mirë, tha kjo protestë ka politike, i thash po. Se ke marrë dhe ekonomi politike, të e kuptoj shumë mirë. Çdo protestë është politike. Çdo kërkesë ekonomike është politike, është e lidhur me politikën. Patjetër, për sa kohë populli çohet kundër një qeverie, patjetër që është politike. Pse? Sepse me politikën tënde ti më ke detyruar mua të çohem protestë. Me keqeverisjen tënde. Tani, zoti Merkoçi, ti ke qenë lloj ustaj protestë, ose ke nisë në 91 me rrëzimin e shtatorës Enver Hoxhës. Kur pe arkivolin vetë në atë moment, që po futeshin të shkallët e kryeministrisë, çfarë mendove? 98. Si? 98.
Jo, mendove 14 shtatorin e ke fjalën. Për gjithë ata që se dinë, në 14 shtator të 98-s